Marrja e rolit udhëheqës nga Evropa në mbrojtjen konvencionale dhe ndërtimi i vizionit NATO 3.0, i cili parashikon rishikimin e pranisë ushtarake të SBA-s në Evropë, janë pikat kryesore që do të jenë në fokus të samitit të NATO-s që mbahet sot dhe nesër në Ankara të Turqisë. Krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të NATO-s do të diskutojnë edhe investimet në mbrojtje, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe përpjekjet për zgjerimin e bazës industriale të mbrojtjes së aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në konferencën për media të mbajtur të martën tha se Aleanca ka bërë përparim të jashtëzakonshëm një vit pas përcaktimit të misionit të saj për të forcuar bashkëpunimin përmes investimeve në mbrojtje dhe prodhimit lokal që zvoglon varësinë nga furnizuesit jo aleat. In fact, there is enough. Industritë në gjithë Europën po punojnë krah për krah me homologët e tyre të Amerikës Veriut për të inovuar dhe zhvilluar aftësi gjeneratës ardhshme. Këto janë aftësi që janë vërtet made in NATO, jo nga një komp, por nga disa që punojnë së bashku. Kështu e bëjmë aleancën tonë më të fuqishme. Është mënyra se si i mbrojmë 1 miliard njerëz tanë dhe çdo centimetër të territorit tonë tani dhe në të ardhmen. Kancelari Gjerman Friedrich Merz tha sot para nisjes në samit se samiti i NATO-s në Ankara po zhvillohet në kohë të trazuar dhe në këtë kohë kemi nevojë për një NATO të fortë dhe të bashkuar si një garantues i lirisë dhe sigurisë sonë. NATO als garant für unsere Freiheit. Shpresoj që së bashku ne mund të kemi sukses në nxitjen e një shpirti të Ankaras në këtë samit. Ne po ndërtojmë një NATO më europiane në mënyrë që NATO të mund të mbetet transatlantike. Ky duhet të jetë mesazhi që del nga ky samit. Në këtë samit merr pjesë edhe presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili pritet i komunikojë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se është i gatshëm të rikthejë Turqinë në programin e avioneve luftarake F-35, duke sinjalizuar një ndryshim të rëndësishëm në politikën amerikane ndaj Ankaras. Kujtojmë se viteve të fundit Trump ka kërcënuar të tërhiqet nga NATO dhe ka vënë në pikpyetje nëse është e vlefshme për Shtetet e Bashkuara, të cilat ai argumenton se po mbështesin sigurinë e Evropës të mbeten anëtare.